Skënder Hitaj ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar nga procesi pra gara dhe për këtë arsye pra ditën e sotme ministri i Brendshëm Besfort Llamallari i ka dërguar Këshillit të Ministrave kryeministrit Rama emrin e Skënder Hitajs për të marrë postën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, i cili u miratua ditën e sotme. Ditën e nesërme pritet që Skënder Hitaj të marrë zyrtarisht detyrën dhe në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit. Ditën e nesërme do mbahet ceremonia zyrtare e prezantimit të Hitajs në postin e kryepolicit të ri të vendit dhe ditën e nesërme do kemi edhe mbledhjen e parë pra të Skënder Hitaj si kryepolic i ri i vendit me drejtuesit e qarqeve vendore. Por me marrjen e drejtimit të policisë nga Skënder Hitaj do kemi edhe ndryshime të tjera në policinë e shtetit. Pritet edhe një reformë pra në postet drejtuese të drejtorëve të qarqeve, por edhe në strukturën e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Mirë, sikur se tha dhe ministri Llamallari, është ndër më të vlerësuarit, pra emri i tij le të themi është vlerësuar më shumë nga të gjithë kandidatët e tjerë Igli, por cilat janë arritjet e Skënder Hitajs si drejtuesi i policisë së qarqeve? Skënder Hitaj ka një karrierë rreth 24 vite në policinë e shtetit. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme në disa qarqe, poste të drejtorit të qarqeve, pra ka qenë drejtor i qarkut të Dibrës më parë, drejtor i qarkut të Durrësit, po ashtu ka qenë dhe zëvendësdrejtor në qarkun e Dibrës, madje së fundmi ishte drejtor i qarkut të policisë së Fierit. Siç e thash, ka një karrierë të gjatë në polici rreth 24 vite, pothuajse i ka prekur të gjithë sektorët e policisë së shtetit dhe në fillim të hapjes së garës, pra ishte një nga kandidatët potencial për të marrë drejtimin e policisë së shtetit. Sa i përket garës së zhvilluar nga Ministria e Brendshme dhe rezultateve të marra nga kandidatët, ende nuk është bërë publike nga Ministria e Brendshme, se cilët kanë qenë kandidatët që kanë qenë më të vlerësuarit pra në këtë proces konkurrimi, por njoftimi zyrtar i ministrit të Brendshëm ishte fakti që një ndër to ka qenë Skënder Hitaj dhe për këtë arsye pra i është dhënë detyra e re e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Surprizë apo e pritshme, Igli? Pozicioni i Skënder Hitajt pra në postin e kryepolicit të vendit nuk ishte surprizë, ishte e pritshme, jo vetëm për shkak të karrierës dhe CV-s profesionale, por që në fillim me largimin e Ilir Prodës, Skënder Hitaj ishte një nga emrat më të përfolur për të marrë drejtimin e policisë së shtetit.